Policia e shtetit ka përmbyllur gjatë muajit mars një sër operacionesh të rëndësishme në të gjithë vendin. Në total janë finalizuar 96 operacione, nga të cilat 21 kanë pasur për qëllim lokalizimin, kapjen dhe ekstradimin e shtetasve në kërkim ndërkombëtar. Gjatë këtyre aksioneve janë arrestuar gjithsej 527 persona, të akuzuar për vepra të ndryshme penale, duke përfshirë krime kundër pronës, dhunës, trafikim dhe narkotik. Sipas raportit zyrtar, në fushën e armëve të zjarrit janë sekuestruar 32 armë, tritol dhe municion luftarak, si dhe janë goditur 3 grupe kriminale të përfshira në trafik armësh, ndërsa në fushën e drogës policia ka sekuestruar mbi 50 kg kanabis sativa, 100 doza kokainë dhe heroin. Një tjetër goditje e rëndësishme ka qenë konfiskimi i rreth 1.2 milion eurove të dyshuara si të përfituara nga aktiviteti kriminal, 7 automjete të trafikuara dhe mite lundruese, si dhe pajisje të dyshimta si dylbi, maska dhe radio, që mund të përdoren për veprimtari të palishme. Përveç këtyre operacioneve, policia e shtetit ka vijuar kontrollin mbi qarkullimin rrugor, duke vendosur gjatë muajit mars 93.000 gjoba për shkelje të rregullave të trafikut. Autoritetet bëjnë thirrje për respekt të ligjit dhe paralajmërojnë se kontrollet do të jenë të vazhdueshme për të siguruar rendin dhe sigurinë publike në të gjithë vendin.